asnjë lëvizje koke, asnjë reagim, sikur t'ishte një takim mortor dhe i tillë ishte festa e farsës elektorale, ky takim me narko deputetët e tij me përfaqësuesit e bandave më të rrezikshme të Shqipërisë, rajonit dhe Europës, karteleve të drogës, kartelit Troplin, Arken Ballën, Ani Dyrmishin, Drazhin e të tjerë, Sara Milën dhe grupin e kartelit të Elbasanit, përfaqësuesit e shytëve, Julianit të Pashakos, Renato Salih dhe Arben Qimes, përkatësisht Klosi, Tezaku apo jo Tezaku, kush i merr vesh ato për i Belinës, Klodian Jahja, Koreshi dhe përfaqësues të tjerë, të Bajrëve, të Tukut, përkatësisht Shkodër dhe Lezhë. Pra, ky ishte tërmet peçve dhe shumë përfaqësuesve të tjerë të botës së krimit. Në këtë takim, Edi Rama u tha shqiptarëve se Kërbaçi i tij është spaku. Lëvizni po desh, u tha atyre. Ja ku e keni spakun, që është në duart e mia, duke ditur se ata janë një sërim përfaqësues të krimit. Ai spakun nuk ja u tregoi vetëm atyre, po ja u tregoi patronëve të tyre të vërtet, që i nxorën deputet në lista. Nuk kishte edhe Enver Hoxha një takim të tillë kërcënues vështirë se do të arrinte. Ai foli për Altinin një lloj si Enveri për Arianitin. Pra, shqiptarët mësuar se farsa elektorale prodhoi një narkoparlament i cili nisi ditën, mbledhjen, pa hyrë akoma në sallë, duke vishkluar me skapin si kam zhik të partisë të tij. Për sa u përket etiketave që përdori Edi Rama,
unë i them kaq, që ka futur vendin në një fazë të re si kur më parë, në 32 vite. Dhe e garantoj